Ky parlament sot nuk funksionon më si tempulli i demokracisë. Parlamenti nuk po përdoret vetëm për të miratuar ligje me porosi politike, ai po përdoret edhe si mburoj për të penguar drejtësinë të ushtrojë funksionet e saj kushtetuese. Mbrojtja që po i bëhet zëvendës kryeministres Belinda Balluku është prova më e qartë dhe më e rëndë e këtij uzurpimi institucional. Majoranca po mban peng mbledhjen e Këshillit për imunitetin dhe mandatet. Me artific procedurale dhe me qëllim të qartë politik, po tentohet të pengohet dhënia e autorizimit që i nevojitet SPAK-ut për të zbatuar vendimin e tij dhe për të ushtruar arrestimin e deputetës Balluku. Është e dhimbshme, është poshtruese të shohësh se si Parlamenti i Shqipërisë është katandisur në një leckë. Po, në një leckë që përdoret nga kryeministri dhe klika e tij për të fshirë gjurmët e krimit. Një institucion që duhet të ishte shtëpia e llogaridhënies është kthyer në bunkerin e pandëshkueshmërisë. Belinda Balluku mban qelësat e sekreteve të mëdha financiare të kësaj qeverie. Ajo menaxhon krizën energjetike ku u zhduken qindra milion euro. Ajo menaxhon infrastrukturën me rrugët më të shtreta në Europë. Nëse prokuroria hyn në ato zyra, ata do të gjejnë provat se fondet nuk janë zhdukur nga pafësia, por janë devijuar drejt llogarive offshore të lidhura me pushtetin. Rama po mbron arkën e zezë që të mos hapet. Edi Rama e din, rruga për në qelin e tij kalon nga zyra e Belinda Ballukut. Prandaj ai ka vënë parlamenti si barrikad në atë rrugë. Dhe prandaj opozita dhe qytetarët duhet të shembin këtë barrikad, sepse pas saj fshihet e vërteta e madhe e vjedhjes së shekullit. Ata kanë parat, ata kanë krimin, ata kanë pushtetin e korruptuar, por ata nuk mund të flenë të qetë. Ne nuk do t'i lënë të vazhdojnë të vjedhin parat publike. Ata e dinë se ora e llogaridhënies po vjen. Dhe ajo orë vjen kur ju të vendosni të mos heshni më. Me datë 10 shkurt të gjithë në shesh. Kjo betejë është për ata që s'kan asgjë për të fshehur, kundër atyre që fshehin gjithçka. Është koha për t'i treguar vendin dhe kur populli ngrihet, asnjë imunitet nuk shpëton dot kokën e vjedhjes.